Uji në kryeqytet shpërdoret pa mëshirë. Zonat periferike nuk paguajnë ujin që konsumojnë, ose dhe kur e paguajnë, ka një tarifë afrofe e cila nuk dëmton xhepin e tyre, saqë ujin e përdorin pa kufi për çdo shërbim të mundshëm. News 24 ndoqi task forcën e ngritur për gjendjen e emergjencës të ujit në Tiranë, në zonën e Babrus, ku konstatuan ndërhyrje të jashtëligjshme në sistemin e linjës së transmetimit të Bovillës, e cila furnizon Tiranën me ujë. Ndërkohë policia ka shoqëruar 2 prej banorëve të zonës, të cilët kundërshtuan ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme të tubave nga UKT-ja. Panorama e shkeljeve ligjore është e qartë. Task Forca e Bashkisë Tiranës dhe UKT-s paraditën e sotme ka ndërhyrë në zonën e Babrojit, ku ndërhyrjet e jashtëligjshme janë këto, të cilat janë ndërprer nga ujësillës kanalizimet e Tiranës, të cilat prej kohësh ndikojnë në furnizimin e qytetit me ujin e pishëm. Vetëm kjo vilë që shihni kishte të lidhur në mënyrë të paligjshme 2 pika në tubin kryesor, ku pas 2 metrave gërmim, task forca bëri ndërprerjen e lidhjeve, ndërkohë që pronari nuk dejonte as tu hapte derën. E njëjta situatë edhe me këtë banesë, e cila përveç lidhjes së jashtëligjshme ka ndërtuar shtëpinë mbi kolektorin kryesor. Vaditje domatesh, misri apo dhe lulesh është ajo që shen në çdo banesë në këtë zonë pa urbanizim dhe me ndërtime kaotike. Kultivimi i prodhimeve bujqësore duket se është një sipërmarrje e suksesshme edhe në këto ditë të nxehta. Cilësinë e këtij mistri këtu pranë Babrojit do ta kishin zili edhe zonat me prodhimin më të mirë në Shqipëri. Kjo për shkak se uji i pishëm rrjedh gjithmonë në rrënjët e tij, ndërkohë që rreth 20% e Tiranës vuan për furnizimin me ujë të pishëm. Në këtë zonë, uji duket se është dhuratë e cila nuk kushton asgjë për xhepat e këtyre banorëve. Hapja e puseve prej kohësh duket një biznes i dështuar, pasi banorët kanë gjetur parajsë në tokë. Ujësjellësi i Tiranës pas ndërprerjes së lidhjeve do të fillojë një investim për mbylljen e kolektorëve dhe vendosjen e macave për çdo familje, ku këta të fundit të jenë pronë e ujësjellësit, pasi ata ekzistues janë dëmtuar prej kohësh. Pas disiplinimit, UKT pret të normalizohet situata për zonat e mbetura pa furnizim me ujë.